Tahiri dyti. Pse? Sepse ishte fronti i ballafaqimit me vetëvendosjen në garën për Mitrovicë. Aty është prek vota, nuk ka asnjë dilemë. Është prek, është përdor makineria e shtetit, komplet, aparati shtetënor, në luftë me një kandidat për kryetar komune. Dhe natyrisht mujnë me gjithë ato presion, me gjithë ato kërcënime, me gjithë ato. Pastaj kur e sheh në tënësi këtë listë të PDK-s, ti e sheh se edhe elektorati i PDK-s po do me të bëjë reformë, mrena për mrena. E ke përparim Grudën, që ka qenë ballë të ballafaqimit me vetëvendosin. Këto emra i çdo është me reflektu, këta emra me reflektu të këto subjekte politike që me ndru strategjinë komplet. Nuk ka ma argumente, sepse po ti mund kusia, ka ballafaqim direkt. Dhe cili është ballafaqimi? Ballafaqimi direkt po flas, në kuvend, në institucione, kudo. Se këto subjekte politike për 5 vjet një therr nuk ja kanë qitë në rrugë Albin Kurtit me pengu në qeverisjen e keqe të tij. Thjesht kanë shpresu që ata ndërshkohen duke gabuar. Dhe gabimet e shumta të tyne i sollen rezultat tjetër. Se opozita nuk arriti për asnjë moment me i kthy në kauza, edhe atëherë kur vërtetohet se ky pushtet ta ka vjedhë edhe millin, edhe grurin, edhe vajin.